Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Come here, Chris. Për këtë prioritet, Bufi ka sjell në kush e di sa para, kush e di ku I ka gjetur edhe një latif nga Amerika. Edi Rama ka nisur të sulmoj Chris Lasivitan, Amerikani që riktheu Donald Trump nga varri politiku e kishte futur padroni Ramos Soros në shtëpinë e bardhë. Thuhet se pas fitores së Trump, Edi Rama përpoq me çdo kusht të siguronte ekipin e tij të fushatës për Shqipërinë. Ai ofroi shuma të mëdha, por gjithmonë u refuzua me përbuzje, jo thjesht për arsye etike, por si shenjë mos respekti. Nuk punoj me kukulla, nuk dua parat e kukullave. Ky është Chris Lasivita, Amerikani Berishës, I cili një pjesë të këtij refuzimi e ka shprehur dhe publikisht. Edi Rama I sheh të gjithë amerikanët si Charles Mengonigal, ishte agenti I FBI-s që korruptua me çanta me para në bodrumet e New Yorkut. Ai e solli në Shqipëri për të shantazhuar biznesmenët dhe për ta përdorur atë kundër Sali Berishës. Në konceptin e Ramës, amerikanët nuk kanë parime, mjafton t'u japësh para apo një koncesion me miliona dhe gjithçka zgjidhet. Ndaj dhe është habitur nga qëndrimi I Lasivitas, sepse më shumë se habi, Edi Rama ndjen frikën. Ai e sheh mirë kush është Lasivita dhe kujt I përket. Edhe pse Lasivita nuk voton në Shqipëri, në SBA askush nuk do të certifikojë një vjedhje të mundshme të votave nga Edi Rama. Ai di mirë që ka përballë një nga figurat më të rëndësishme se sa thjesht një këshilltar elektoral. Dhe së fundmi, Amerikani Berishës është në majën e Olimpit, ndërsa ai Ramës në bodrumet e burgjeve amerikane. Ka të drejtë Edi Rama që shqetësohet. Këtë herë nuk ka përballë 1000 bodrumesh, por një strateg që nuk e blendot.